E kemi Redio Besmirin dhe fabulën e dytë në ekran. Edhe fabulën e dytë në bravo. Lufta digjitale si për menaxhon algoritmin Ramsi 4. Besmir, fjala për ty, nuk ka nevojë të bëj hyrje dalje sepse ju e dini që nuk ka filluar protesta. Një fjalë, një term nuk na ka ikur nga është gjithandej përdoret gjerësisht është lufta digjitale. Shumë njerëz thonë nuk ekziston. Hibride digjitale. Shumë njerëz thonë nuk ekziston, ca të tjerë thonë po ekziston. Gjithmonë ka luftë digjitale, kësaj radhe u bën ndjeshme sepse fatikisht u përdor më njëherë pastaj nga kryeministri, nga Ramsi ka u përdor fjala termi algoritëm. Pra duke i thënë të vetëve, kujdes, ju nuk po punoni dhe ata na kanë kapur algoritmin. Dhe fatikisht, po ta mendosh kollë, ai të drejtë ka ardhur. Taktik PR-i është kjo, çfarë ke që ka? Taktik PR-i është. Kur e kemi thënë Ideja është dëgjojmë Besmirin tani. Nuk është se të Ramës nuk po punojnë. Ato po vazhdojnë të punojnë në të njëjtën mënyrë që kanë punuar deri më sot. Tani kanë filluar, e kanë shtuar tani këto foto. Algoritmi ka diçka të veçantë. Bazohet në numrin e pëlqimeve, videove, share-eve, komenteve etj. Nëse deri dje, pra për 13 vitet e fundit, të ishte fushbeteja më e fortë e qeverisë dhe Ramës, duke nisur nga përdorimi dhe detyrimi për përdorim të rrjeteve sociale, i cili është dhe me fakte për administratën publike, jo vetëm për pjesën e militantëve. Pastaj kemi listat e famshme të patronazhiste. Në vitin 2023 kemi bërë një denoncim publik unë dhe shumë kolektiv për aplikacionin Aktivisti i famshëm. Pra ishte një aplikacion i bërë nga Partia Socialiste, i cili detyronte pjesëtarët e partisë por dhe administratën shtetërore që të logoheshin dhe të rankoheshin, pra të arrinin nivele të caktuara. Po nivele këto pika arriheshin duke bërë like, share etj. Pra në këto moment ai ishte zotruesi i kësaj fushbeteje sepse kishin një opozitë ineksistente për sa i përket pjesës digjitale, ku pjesa më e madhe e deputetëve dhe kryesisë Partisë Demokratike, numri i ndjekësve dhe postimeve ishte më i vogël se i pjesëtarëve të familjeve të tyre. Gjithashtu kishin një shoqëri civile dhe qytetarë të friksuar, pra qytetarë të cilët friksoheshin të shpërndanin, friksoheshin të komentonin, friksoheshin të bënin like. Kurse sot, kjo frikë është u thye. Pra nëse do kemi dhjetra disa mira patronazhistë të cilët mundohen të shpërndajnë kontentin e Partisë Socialiste dhe qeverisë, kemi disa qindra mira shqiptarë si në Shqipëri dhe në diasporë, të cilët e thyen këtë algoritëm. Megjithëse në fillimin e protestës algoritmi u bë pis përsërimi i investimeve të qeverisë, do t'jap disa shembuj, u bën video virale të sponsorizuara të cilat donin ta lidhnin protestën me dhunën dhe me antisemitismin. Dhe automatikisht, algoritmi nuk është diçka manuale, është automatike, bëri që të uleshë kushtoria, sepse detektimi ose dallimi i këtyre aplikacioneve si TikToku, Facebooku, X-i e tjerë, mendonin që kjo është një protestë e dhunshme me pikpamje antisemite. Por kontenti me pikpamje kontenti pa fund me pikpamje antisemite. Por çfarë ka algoritmi me pikpamjet antisemite? Sepse u postuan me 10 video duke ngrisur flamurin e Izraelit, duke bërë thirrje që kjo protestë është kundra izraelitëve, pra duke nxjerrur protestën nga konteksti dhe për çfarë ajo po bëhej në Shqipëri. Dhe kjo bë thjesht të bëjë pis algoritmi në mënyrë që këto platforma të ulnin shikues. Po një sekondë, unë kam pyetje, do të bëjnë edhe miqtë e mi pyetje gazetarët. Unë kam një pyetje. Ti, Besmir, me të drejtë shkove te flamuri i Izraelit, po kujt rasti referohesh, sepse flamuri që u hoqi një vajzë e maskuar nga ambasada? Nuk ka të bëjë me flamurin, ka të bëjë me video të cilat janë postuar në TikTok dhe në Facebook, kanë marrë miliona vite. Dhe këto video bënin thirrje për dhunë dhe bënin politika anti-Izrael etj, ndërkohë që kjo retorik nuk ishte fare në protestën në Shqipëri dhe as në protestat në diasporë. Kush e luante këtë? Më fal, kush të dora që e luante këtë antisemitizmin? Ku i interesonte që kësaj proteste të jepet një pamje tjetër dhe postimet në rrjetet sociale mos të ecnin dhe këto postime mos të shikoheshin
nga publiku ndërkombëtar, por të rrinin të izoluara vetëm në Shqipëri. Se nuk është hera parë, ne kishim dhe që ka grupim anti-Izrael në protest, kjo dihet dhe kjo është sekret. Ja, pritë, ja bësh pyetje, po më le të sqarohet njëri zoti i punës tu, zoti i shtëpisë, pastaj do jap ty direkt shpjegim. Jo, I dhash një konstatim. O Besmir, ta bëj. Besmir, të lutem se shkenca jote është që ke vështirë për ne, duhet ta kuptojmë me fjalë thjeshta. Nuk jam disa shembuj të tjerë. Jo, po prit një sekond, para se japësh shembuj, se po i dhe shumë do ngatrohemi. Ti përmende si një nga faktorët që algoritmi mori shpërtheu. Kjo ndikoi që algoritmi të binte videot e influencerëve shqiptarë dhe të protestuesve mos të shpërndahen sepse investime besoj që mund të kenë qenë nga qeveria ose ai personazhe afër e bën pjesë algoritmin dhe platformat nuk i shpërndanin videot e lidhura me Shqipërinë sepse mendonin që këto protesta janë kundra Izraelit, këto protesta janë të dhunshme dhe bëhen thirrje për dhunë. Dhe aktualisht dhe sot, bëhet thirrje në TikTok me postime të ndryshme, mos i merrni fëmijët dhe gratë me veta në protestë, sepse kemi vendosur të ndjekim kryeministrinë, të rrethojmë parlamentin e tjerë. Ndërkohë që asnjë prej tyre nuk është e vërtetë. Nuk besoj se ka ndonjë protestues ose ndonjë qytetar i cili do këtë kaos të bëjë postimet e tilla, të cilat shkojnë totalisht me thirrjet që janë bërë deri më sot. E kuptova. Keni të shkojmë me fëmijë, të shkojmë me gra, të jemi paqësor, Besmir, pastrojmë dhunat. Besmir, e kuptova. Pra ti na shpjegove arsyen sepse ra algoritmi në disfavor protestës. A u ngrit, po, tani na thuaj, a u ngrit dhe po është pyetje kjo. A u ngrit për shkak se u përdor gjerësisht që në fillim Ivanka Trump dhe burri i saj? Në mediat ndërkombëtare deri diku patjetër që po, por në ana tjetër, po të shikojmë hashtaget të cilat po përdoren dhe postimet që vijnë nga Shqipëria, pra kontent që është në shqip, nuk po them kontent që është në anglisht, në frangjisht, në italisht, në gjermanisht dhe mbulimin e medias ndërkombëtare. Po themi për kontentin që vjen në shqip. Arriti ta thyente algoritmin, duke qenë se kishim me qindra mijëra dhe miliona mund të them video. Dhe ekspert të fushës, duke nisur nga unë, nxorrem mënyra se si mund të thyej ka algoritëm duke mbështetur protestuesit, duke mbështetur njëri tjetrin, me një like, me një share, me një koment. Dhe kjo mënyrë bëri që Ramen ta kalonte në panik sikurse është sot, sepse për herë të parë humi aty ku mendonte që ishte më i forti. Dhe sot për sot, të gjitha ato protesta që duan t'i paraqesin si të dhunshme, si protesta që sponsorizohen nga Irani, por nuk besoj që ka protestë që sponsorizohen nga Irani dhe kemi gjithë shqiptarë që shkojnë me familje, me fëmijë 2 vjeçar, 3 vjeçar. Jo, këtu tani, Besmir, këtu unë duhet të jap një argument që është favorin tënd në fakt. Sikur ta marrim për një çast opsionin që këto protesta i organizon brapa tyre është Irani, algoritmi do ishte kundër protestave, sepse do thyej me njerë jemi një vënd në Europë dhe nuk mund të pranoj njëri, pra direkt të gjithë to Facebooku e këto dijet, nuk do lejonin, pra nuk do i bënin promo, në qësë do ishte këj version i sakt, pra kjo gjë bie automatikisht, zdo lejon të as Gutenbergu, as X-i, as gjë që të flisin që të ishte një gjë organizuar nga Irani, pra kjo do mbyte i fare. Pa kjo në një familje e shreson. A je dakord me mua? Jo, shumë dakord, plus Irani është i para fundit, nuk du të harrojmë, sepse dizinformimi nisi me autobusat grek të cilat u bën me AI, që u transmetuar në studio të mëdha dhe gazetar shumë serioz në pamjet e parë, pastaj kaloi me makinat e Reutersit, që u quajtën si agent serb, njërë sepse Reutersi kishte ardhur nga Beogradi me një makinë të targuar me targa serbe. Pastaj kaloi dizinformimi duke akuzuar Iranin, duke qenë se nuk po gjenin dot prova, kaluan të shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë. Aktualisht, armiku kryesor i algoritmit për Ramen janë shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë. Pra ato mira shqiptar, shokë miq që njoh dhe unë që erdhen nga diaspora me makina nga Italia me traget, fluturuan një pjesë madhe për në Shqipëri, u quajtën shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Maqedonisë. Algoritmi Rames i ka marrë ujë sikur barka po shtetet nga të gjitha anët. Pra nëse Besmir, nëse përmbledhim me 2 fjalë, antisemitizmi e uli e bëri të binte algoritmi në disfavor të protestës,
Edhe si mu të mbledhim në një fjalë atë që e ngriti algoritmi në favor të protestës? Për herë të parë aktiviteti i qytetarëve të lirë shqiptar që vranë frige dhe arritën të postonin, të komentonin tek faqja e kryeministrit, të komentonin tek ministrat, të bënin video, të bënin deklarata. Si ndodhi kjo, më fal, si ndodhi kjo kaq papritur? Si ka mundësi 13 vjet të njëjtës shqiptar nuk e bën këtë gjë dhe e bën pikërisht tani, pra sa thuash, ti mendon që ngjarja e Zvërnecit mund të lindte këtë ndërgjegjësim të madh popullor? Zvërneci ishte pika fundit që derdhi gotën e ti thua ishte mbushur gota dhe Zvërneci thjesht u derdh gota, Zvërneci thjesht derdhi gotën e këtij mbushur dhe kemi edhe po pse nuk e, më fal, Besmir, pse nuk e derdhi Riolli për shkakun që ishte fiks para Zvërnecit? Dhe ky është argument që ka përdorur. Hiqesh nga policia zvarr qytetari. Në Rioll kishim të bënin më shumë me një konflikt civil ose konflikt tregtar, nuk kishim bënin një zonë të mbrojtur. Dhe ajo videoja e postuar ku qytetari merre i zvarr, edhe i perë në sy dhe kthen të shpinën dhe nuk reagonte, ajo besoj që pika e fundit. Policia në Rioll kishte marrë vetë zvarr më burr. Tani Flogerti ka pyetje, Flogerta, mund t'ja bësh pyetje Besmir? Se debat se bëjmë do se është në atë. Jo debat, më jo. Jo, është e kemi edhe në dy pleks. Do bëj debat, më jo. E kemi në dy pleks. Jo, mund të bësh debat, po se kemi në studio. Jo. Edhe është vështirë debat, kupton? E kemi në duplex. Duplex e quaj unë kur është me lidhje direkte, e quaj dy pleks. Pa modesti fare, ditën e 3 ose të 4 këtu, unë kam lexuar pak për algoritmin se është shpall mos kompetencën time te fusha e zotërisë që ne krenohemi me të, por kam kuptuar se algoritmi është një proces gjërash, se nuk u shpjegua ç'është algoritmi, është një proces, nga uji deri te çaji që bëjmë në fund. Po në një farë mënyrë ka të bëjmë me rënditjen e informacioneve, me rënditjen e informacioneve, më the tash. Dhe kam bërë një ushtrim me një mikesh timen. Ajo ndjej dhe e kam dua dhe analizën e zotërisë në fund, po, ajo ndjej e përjashtuar, ditën e 3, shu thoshte Flogert, të gjithë janë në protest, të gjithë shpërndajnë protestën, po e shpërndaj dhe unë këtë storin se vetëm unë s'jam, pra ishte krijuar ajo teoria e përjashtimit që duhet të jeshte kjo gjëja. Dhe marrim Instagramin e kësaj mikeshës, dhe ajo kishte një 400 e diçka ndjekës. Dhe i kemi marrë gjithë ndjekësit me rast sa vete kishin shpërndar protestën. Dhe dilte që ishin 15-17%. Ndërkohë në wallin e saj, në feedin e saj, dhe në storyt e saj, dilin vetëm ata që shpërndanin protestën. Po vetëm ata që shpërndanin protestën. Pra, nga 1000 ndjekës se shpërndanin 100-150, dhe asajt nuk i dilin 850, i dilin vetëm këta. Atëre të dëgjojmë Besmirin, cila është pyetja? Dhe kjo mua më duket i nderuar që patjetër që aktiviteti që thoni ju e ka çuar përpara që të rankohet lart kjo, pa diskutim, por dora që ju e dini mirë se si funksionon e atyre që e kontrollojnë platformën është po ashtu definitive në këtë proces. Dhe e dyta kam një pyetje shumë konkrete. Pa kjo ishte më falë, kjo ishte pyetje. Jo, edhe kjo ishte pyetje, pra si e shpjegon këtë 15% që unë bëra si ushtrim, që dhe e dyta, që më ka bërë përshtypje dje. Dëgjoj Besmir. Besmir, dje unë po kontrolloja për gjet lajme se si po trajtohet në mediat ndërkombëtare, në YouTube, kronika, protesta në Tiranë. Ti pyet. Dhe më del një video, që tani që flasim, kanë kaluar 24 orë dhe është 500.000 views, gjysmë milioni. 21.000 likes, e më thet tash. Qa video është? Video është kjo, që unë mund t'ja tregoj Ledios. Ledion e kam këtu. Jo Ledios, tregoja publikut. Po pra, nëpërmjet Ledios. Qa është kjo video? Ja, duket dhe titulli aty. Po se unë nuk e lexoj, da e thua? Do të shpjegoj unë. Kjo është Kakomemo? Jo pa jo. Së është Kakomes kjo? Shif tani ç'është. Çe ishte? Titulli thot. Video, po prit pa prit. Është në Kakome pra, po shi ç'a thot video tani. Çfarë thot lajmi? Lajmi thot. Prit. Protestuesit shqiptar sulmojnë kantierin e ndërtimit me zemërimit për projektin e Zharet Kushner. Po titulli. Protestuesit të zemëruar në Shqipëri vandalizuan kantierin e ndërtimit me e kanë me Kushnerin. Pra, kjo është një faqe
që ka lajme vetëm anti-Trump. Shqiptare është kjo? Jo, ndërkombëtare. Anti-Trump, se e kam skanuar. Anti-Trump janë të gjitha lajmet. Po, normal. Pro-Iran janë të gjitha lajmet. Të vetmin kontakt që gjenë është një numër telefoni që të qonë në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe është komplet fantazëm. Kjo faqja fantazëm, për më pak se 24 orë, merr gjysmë milioni klikime me titullin që në Shqipëri po shkatrohet investimi i dhëndrit të Trump. I ka marrë këto me buste këto klikime, si me PPK-s? Di prap, unë po them që të themi sot që... Atëre cili është pyetja, dakor, cili është pyetja? Të themi sot, pra, këtu, te kjo që unë sapo të thash dhe me shumë dëshirë do ta çoj ta studiosh si ekspert i fushës këtë handikapin e madh. Do ja pras shqiptar unë tani, nuk kam nevojë çka i fare atje. Dhe tjetër që është po ashtu shumë e rëndësishme, unë kam komunikuar dhe kam parë disa shifra që kanë nxjerrë disa kolegë të Besmirit, të cilët kanë shkuar në gjenezë të disa pikave fundore, le të themi, se ku janë nisur disa postime që janë ndër më viralet. Nuk shkojnë dot. Nuk shkojnë dot. Po unë nuk jam i... Mbyllë pra këtë Besmit. Jo, po më vjen nuk jam i autorizuar të nxjerr ato. Do ja tregoj Çanit pastaj që herën tjetër të mos më shohë me skepticizëm. Nuk shoh skepticizëm, jo, thjesht do të bësh një pyetje të gjejmë përgjigje. Pra pyetja e para është si ka mundësi që 100 nga 1000 ndjekës shpërndajnë Flamingon dhe në fakt mikeshës time i dalin vetëm këta 100 kudo. Edhe pse ata tjerë shpërndanin gjëra për jetën e tyre. Dhe e dyta, si ka mundësi që video me AI apo video pa lidhje fare shkojnë gjysmë milioni views për 15 orë, vetëm se flitet për Shqipërinë dhe për lidhjen që po shkatrohet për Trump. Ndërkohë videos na i the, është e Kakomes. Po nuk është Nuk ka lidhje me Ivan. Atëre Besmir, fjala për ty dhe pastaj ka pyetje Sebi dhe... Dhe është dëmtimi i imazhit vendit, patjetër këtu, a? Jo, dy gjëra. E para, për sa i përket pse dalin më shumë. Po të marr rastin tim konkret. Unë nuk jam përdorues shumë i madh i Facebookut, gjatë protestës kam përdorur Facebookun dhe shikueshmëria, engagement e tjerë është pothuajse 1000 fishuar. Kjo çfarë bën? Që postimet e mia, sikur të atyre 15-ve, marrin më shumë like, më shumë komente, se sa disa postime të atyre... Ta konfirmoj, edhe mua më janë 10 fishuar, po. Ta konfirmoj këtë... Engagement është shumë më i lartë, duke qenë se engagement është shumë më i lartë, pra ndërveprimi është shumë më i lartë, rrjetet sociale në mënyrë automatike to postime i rekomandojnë dhe të tjerë, duke rritur numrin e rekomandimeve, jo thjesht tek feedi. Flasim edhe për postime që ju shikoni megjithëse ju nuk i ndiqni në Facebook ose po se kam friend fare, se kam follow fare modela ai përpara. Algoritmi, dhe kjo është ajo që po shqetëson Ramën, sepse ky është algoritmi që u thy Ramës. Nëse deri dje rekomandoheshin deputete, ministrat, drejtorat, kryeministri, sot po rekomandohen qytetarët. Pra, ju mund mos më ndiqni mua në Facebook, po të dalë postimi im ose denoncimi im që kam bërë me Rakshin. Dhe kjo është ajo algoritmi që bezdis kaq shumë Ramën dhe s'ka ditë që nuk përmend algoritmin. Dhe qytetarët më në fund arritën ta thyenin këtë. Megjithëse kemi kundra qeverinë, megjithëse kemi kundra patronazhistët, megjithëse kemi kundra aktivistët, që është një aplikacion që është deri diku jashtëligjshëm, për sa kohë bazuar në informacionet e medjave në 2023-shin, administrata publike detyroi ta instalonte. Unë jap një shembull tjetër për pjesën e i bëj tjetër dhe prokuristit investigoj. Faqe shqiptare në Facebook, Shqipëria nuk shitet. 20 followers. Me video puna protestes, kryesisht duke sulmuar partinë e Arlind Qorit. Kryesisht, por janë përfshirë të tjerë. Dhe për 3 ditë duke qenë se Facebook është dhe transparent, janë fushatat me pagesë. Flogu, se me ty e ka, flogu. Pra, janë fushatat me pagesë në Tiranë. Video në Tiranë, video Shqip, ju e dini shumë mirë që Facebook është transparent. Pra, kush është ai person që harxhon për 3 ditë, 3, 4, 5.000 euro, për të sulmuar një parti shumë vogël që ka vetëm një deputet, dhe për të sulmuar dhe partitë e tjera të vogla, por dhe protestën. Pra, mund ta shpjegoj zoti Rama algoritmin? Po si konfirmohet ky që ata kanë paguar 4-5.000 euro? Besmis nuk e kuptova mirë. Si e konfirmon ti?
sepse Facebooku në momentin që e pushaten, jep dhe me llogari pak a shumë dhe bazuar se sa ka arritur të shikohet kjo video dhe nga eksperienca që ne kemi, sa para duhen. Sa para duhen. Pra ti po qysh një postim tëndin tani, zgjedh demografinë, moshën, gjininë e gjitha dhe e çon për 1 milion views thot $1.000. Kush po sulmon protesten duke hedhur para dhe kush po i sulmon edhe partitë e vogla duke hedhur para në Tiranë? Kjo është e përgjigja, Besmir, je i qartë, kjo është e përgjigja e pyetjes Po parë. nuk ke asnjë dilemë, nuk ke asnjë dilemë profesionale që ata që e zotrojnë platformën dhe algoritmin mund t'i japin dorën e parë algoritmit? Se unë e kam të dilemë pa qenë profesionist. Patjetër që po ka ndodhur. Se janë majtistët dhe du t'a shohim pak më gjërë se sa thjesht algoritmi. Ka pasur raste në nivel ndërkombëtar kur janë akuzuar, asnjëherë nuk janë vërtetuar, por ajo që më bën përshtypje është se nuk kemi bërë vetëm me Facebookun. Kemi thyer algoritmin në Facebook, në Instagram është e njëjta gjë, kemi thyer Facebookun në X, që X-i është një platformë e cila zotrohet nga një ndër mbështetësit kryesor të Donald Trump, pra kemi thyer platformën e Jo, nuk është ish. Jo, vazhdojnë të jenë ish. Ja, do t'japi shembull tani, do ju pëlqej. Jo, do ju pëlqej. Ja, të mbaroj. Është shtyr dhe Se ka dhënë përgjigje e dytë njëherë prit. Ja, nuk mund të jetë një dorë teke, e cila kontrollon 100% e platformës. Ma beso që është nivel. Prita mbaroj apo. Jo, gjithashtu dhe kërkimet në Google. Pra, gjithashtu dhe kërkimet në Google. Nëse shohim Google Trends, kemi për Flamingo Revolution, për Tirana, Albania, kemi një rritje ekzemplare që nuk kanë ndodhur. Po se janë vendosur gjithë infrastruktura e medias ndërkombëtare në këtë llogore. Ti hap tani që flasim, hap premierën të del Flamingo. Për kontentin shqiptar, jo me Po ai algoritmi është në meta vlla. Ka dhe një arsye tjetër shumë të thjeshtë. Unë jetoj në Vjenë. Në Vjenë deri tani kemi vetëm në Vjenë kemi janë organizuar me miq, me kolegë, nga persona me pikpamje të ndryshme politike, nga moshat më të ndryshme, janë organizuar 3 protesta. Po përgatitet organizimi protestës 4. Mos mendoni që këto protestuesit që janë në Vjenë thjesht dalin para ministrisë, kryeministrisë ose një shesh dhe protestojnë. Secili nga ne, me të gjitha kontaktet që ne kemi, duke nisur nga partitë e majta deri te partitë ekstremit djathtë, jo vetëm në Austri, por në çdo shtet, kemi dërguar me email çdo informacion, çdo shkelje të ligjit, çdo denoncim. Jo vetëm pranë partive, pranë kancelarive europiane, pranë Bashkimit Evropian, pranë deputetëve të Këshillit të Evropës. Si mendoni pse dolen në reaguar ato? Pra e gjithë diaspora nuk po merret thjesht me pjesën e protestave. Po merret për herë të parë me informimin. Bezi do t'jap një shembull në qoftë se të kujtohet para pak vitesh ra një dron rus në Poloni. Dhe atëherë ka qenë rasti i parë kur është thyer algoritmi dhe e bën rusët sepse shtyn pafund teorinë e mbytën disa burime që në fakt të dronin e kishte hedhur Ukraina në Poloni për të mbjellë këtë dhe ja dolën. Ishte thyerja e parë. Dhe nuk është parë ndonjëherë si e ngjashme me atë, një thyrje algoritmi. Dhe kjo bëhet sigurisht me një industri të jashtëzakonshme. Prit Besmir, bëhet me investim të jashtëzakonshëm, me ushtri të madhe. Po patjetër. Jo, po kemi një ndryshim shumë progre. Cili? Thyrja e algoritmit që u bë nga Rusia ishte nga 3, 4, 5, 10 akaunte të ndryshme, të cilat arritën të kishin një shikueshmëri shumë të lartë. Kurse në Shqipëri aktualisht nuk kemi akaunte me shikueshmëri shumë të lartë, por kemi 10 mijë akaunte qytetarësh me një shikueshmëri. Jo, edhe ato ishin vatrat që pastaj e hidhte çani dhe nga aty bëshin 2000 shere. Është e njëjtë teoria Ortekut quhet kjo. Teoria është e njëjtë, por mjafton të kërkohet hashtagu për Shqipërinë dhe videot të cilat postohen nga qytetarët shqiptarë janë të pastra, pra nuk ke teori konspirative. Dhe në diasporë kemi bërë vetëm një gjë, nuk kemi asnjë kërkesë më shumë se sa kërkojnë qytetarët në shesh. Pse është kjo? Ne mund kemi shumë kërkesa të tjera. Vetëm thjesht për të ruajtur unifikimin e kërkesave. Pra, dhe në momenti që kemi një algoritëm, pra nuk do të dalin që disa kërkojnë diçka, disa kërkojnë diçka tjetër. Dhe kjo është ajo që Ramës ja prishi algoritmin. Nuk do dilte Ramës sot ankote.
Tankoj. Rama nuk është tankuar që algoritmin i ka thyer Irani. Rama po i kërkon llogari të vetëve në aktiv. Po se dëgjoj, o Besmir, të lutem, përgjigju shkurtimisht dhe pyetjes dytë të Flogertit, se e mban mend. Ajo videoja, Atëherë, videon e kam parë donë. Nëse mbani mend në fillim kur nisa të flas për pjesën e algoritmit të thash diçka. Algoritmi ditët e para u bë pis me video të sponsorizuara, të cilat duan t'i prishin punë protestes. Pra, ajo video nuk e ndihmon protestën. Ajo video dhe nëse ka një fuqi të jashtme e cila po nxit protestat në Shqipëri, nuk do postonte video të tilla që të çonte ujë tek mulliri i Ramës. Jo, ajo po godet Kushnerin, o Besmir. Domethënë ajo hedh vetëm lajme kundër Trumpit dhe ajo video. Po Irani ka. Besmir, më fal një sekond. DRM News nuk është se i ka gjitha kundër Trumpit, është agjenci dhe aty gjen live të gjitha deklaratat e ndryshme të gjithë liderëve të botës në çdo moment. Tani linjën ti e dallon. Nuk i ka të gjitha, sigurisht nuk i ka të gjitha, po nuk thash që është tani edhe Trumpit, po. Edhe qytetarë. Pyetja ime është kjo, se më gjashtu sebi. O Besmir, pyetja ime është kjo. Pse bëhet me qëllim merret pamje nga protesta e Kakomes që ndodhi para 2 ditësh? Që u hapën ato telat dhe e lidhin me këse Ivankën, pra do të kuptoj këtë unë. Pra, këta që bëjnë këtë videon, kjo faqe që thua ti. Përse ngatrojnë me, këtë do të kuptoj, pra raporti midis nga tresës me qëllim që bëjnë ata, se ata e din që s'betja për Zvërnesin atje. Atje është Kakome, është shumë largë. Dhe... Ka dy... Varet burimi ku ka marrë lajmin në qëmë, sepse ka pas mediat të ndryshme ndërkombëtare që e kanë marrë lajmin. Scenari parë është marrë një lajm fake dhe një pjesë e mediave fatkeqësisht janë të predispozuara për të gjeneruar klikime dhe në bazë klikimeve fitime dhe shohin që një hashtag ose një video e tillë ka shikueshmëri të lartë, duke qenë se është kontroverse, do ketë një herë më shumë shikueshmëri se cili nga ne këtu, duke ditur që është fake news, e kemi hapur më shumë se sa një herë. Dhe kemi rënë pre e një agjencie e cila dëshiron të gjenerojë të ardhura, se në fund të ditës nuk është një fake news që mund të shkaktojë një ngatres, duke qenë se është shumë e qartë. Pra kemi të bëjmë me Kakomen, s'ka të bëjmë fare me Zvërnecin, s'ka të bëjmë fare me... Pra ti thua është e pa qëllim, bëhet thjesht për klikime, thua ti. Ajo bëhet për klikime, nuk ndikon... Varet nga burimi, është thjesht dashamir. Se me tjetën logjik mund të themi, po edhe këte nga ana e Ramës nuk e ka bërë me qëllim, po kjo është shfaqësosh Ramën. Rama po bën lojën e tij, vëlla, është në luftë. Ka pafund. Edhe ata po bën luftën e tyre, s'ke që ka këtu. Ka pafund. Se duhet që të kemi një standard për një gjë dhe një standard për një tjetër. Jo, më vëlla, Rama po bën dhe lojën e vet pisët për fituar këtë lojë, dhe pjesa tjetër po bëjnë të pastrën dhe të pisën për fituar këtë lojë. Pse Rama luan vetëm pisët dhe gjithë luajnë pastër, tani se kjo është një anshëm. Pyetje interesante e Flogertit. Flogerti ka totalisht drejt. Por çështja është se Rama akuzon që protesta është ndikuar nga fake news dhe sponsorizimi iranian. Ku është ndikimi i kësaj videoje? Që qytetarët shqiptarë të dalin në shesh. Sepse këtë thot Rama. Pra, qytetarët po manipulohen nga postimet ndërkombëtare. Tani më thoni, kush nga ne, cili nga qytetarët është manipuluar nga një video që e dim që është realizuar në Kakome? Shqipëria është që janë ndikuar nga foto me AI, që ishte vendos flamuri izraelit dhe ka pas dhe ca thirrje nga një grup sigurisht i izoluar, që nuk janë shumica, do ta themi dhe këtë. Rama pretekste kërkon, Rama s'është papa. Nga AI Greqisë u ndikuan për shkak. Si Besmir, ishte skandal ai AI Greqisë që ndihmoi protestën. Dgjoj, se ju e një ekranin tani një sesion, mos nisni një kohë se nuk dëgjohet. Një sekond, sa persona janë ndikuar, e dyta. Rama provokoi me flamuret izraelit. Çfarë ndodhi? Unë i pari dhe të gjithë personat që marrin pjesë në protesta kërkuar nga protestuesit në Tiranë që ato flamuj të ruhen. Dhe asnjë flamur që ishte në shesh nuk u pret. Por çuditërisht, në ambasadën me sigurinë më të lartë në botë, duke qenë se dhe situata është e tillë, u arrit që një gocë që duket me stërvitje policeske, sepse unë personalisht nuk do hypja dot ta hiqja nga ana fizike, hypen dhe nëse keni parë videon e dytë që asnjë media nuk po e poston,
Ajo goca, në vend që të kalon dhe nga protestusit, futet brenda murit të ambasadës. Falë po, që ka deklarata anti-izraelite në protest, që nuk janë shumica, po dyshohet. Pra, mos e absolutizoni, o miku im. Aty ka lloje soi, aty është komunisti me fashistin, aty është LGBTQ plusi me atë panon, aty është... Kjo është e bukur. Na ka dal goja mbrapa duke thënë që është shumë e bukur, nuk po them këtë. Po fakti që kundra një regjimi 34 vjeçar. Fashizëm mos i ditë djathtë. Fashizëm janë të majt fashistët. Ka fashist, ka nazist, ka gjithë aty. Po janë të majta fashistët. I bëri kështu se janë të kundërta. E mo i futa për rim, fashist, nazist, komunist. Mund të themi, ishte rim, jo antonim. Nuk mund të themi që ka fashist qofse janë 3 persona me bindje fashist. Qartë me qartë. S'mund të themi që ka nazist qofse kemi një tek personi. Kjo është nga tresa, kjo është nga tresa. Ti thua janë 3 veta aty, jo, një sekund. Ti thua janë 3 veta aty. Ato 3 vetat aty, se unë nuk dua të flas me emra, se s'dua t'ju japim... Që më qa emra më Jo, po nuk është gabim, unë dua t'i jap zë sebit nga jo protest. Ku di unë, Ermalit, Hasimes, pra intelektualve. Aty vlla, ato që thua ti janë 3, po t'i shofësh në rrjetet sociale. Mund të jenë, nuk e di fare. Po t'i shofësh në rrjetet sociale, e kanë 300.000 views atje, 500.000 views. Dhe kjo është shqetësuese. Sunë 500.000 duhet i ketë Sebastiani, që ja lë portofolin edhe s'kam merak. Po me ja lën atij tjetri që ha pica dhe pi birra. Ja ta dëgjojmë. Duhet përmendem. Besni po vetë një rafsh tjetër, s'ka lidhje me këtë që thuat. Algoritmi pra. Jo, kjo është algoritmi pra, algoritmi, kjo është e bukur algoritmit. Prandaj unë kam bërë thirrje të gjithë protestuesve që qëllimin e kanë të pastër dhe idetë i kanë të qarta, të postojnë sa më shumë dhe të mbështesin njëri tjetrin. Unë mund të rri në telefon 2 orë duke bërë scroll dhe 95% e videove do më dalin video të bukura nga një protestë mrekullueshme që dhe në momentin që ne u tregojmë kolegëve, miqve tanë, austriak, francez, gjerman, ngelen pa fjalë. Pra, mënyra paqësore dhe mënyra e bukur se si po protestojnë shqiptarët. Besmir, ti dhe Fjorda në Austri jeni fantastikore. Problemi është që ka dhe është një mikesha ime shumë e mirë. Floku, të lutem se tani jemi në limit. Mbylla, ishte kënaqësi. Faleminderit Flokert. Besmir, tani ka një pyetje, po pyetje lutem, se mbaroj koha, s'kemi kështu mundësi për komente. Sebastiani edhe Gupi. Sebastiani pyetur Besmirin lidhur me luftën digjitale. E kam shumë thjesht tek lufta digjitale. Në fillim për Akshin, Rama na tha janë iranianët, kemi qenë bashkë dhe me ekspertë të tjerë, del se është një dorë Ermal Beqiri apo dikush tjetër. Pra, ai iraniani na doli dikush këtu. Tani prap po kërkon një iranian. Tani po kërkon prap një iranian te protesta. Pra duhet të lidhur me iranianin. Po pra duhet që se s'bën të dali një iranian. Se Irani tani është se ka kaq merak. Pse është me kaq merak? Se në fillim na tha grekët, pastaj na tha vetvendosja, pastaj na tha serb. Tani pse është kaq merak kjo Iran? Se nga kompjuterat, nga gjërat që merr vesh. Jo, është shumë e thjeshtë pse don iranianin, duke qenë se Irani aktualisht ka leverage, pra ngrit mbështetjen më të ulët ndërkombëtare, dhe duke qenë se është një armik me pjesë më të madhe shteteve perëndimore, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Izraelin, i intereson. Dhe imagjinoni pjesën e Akshit sa bukur është. Deklarohet që grupi iranian Homeland Justice, që qëndron që nga pas ti qëndron Irani, në momentin e kulmit të bombardimeve dhe interneti ishte fikur në Iran, gjente kohë dhe mundësi të hakeronte Bashkinë e Tiranës dhe asnjëherë nuk gjeti kohë të bënte qoftë dhe një postim në mbështetje të regjimit ose të ushtrisë të Iranit. Por nga ana tjetër, tani na del që kemi iranian të cilët po sponsorizojnë, pra ky grupi po sponsorizon dhe po ndikon te protesta. Po si ka mundësi që grup nuk bëri qoftë dhe një postim, apo nëse do bënte postime, do duhej të hetojë nga Spaku, sepse hakerimet nuk janë më në Spaku, dhe Spaku nuk i ka hekuar. Unë i pa i thirrë Spaku të hetojë. Nëse do postonte pro Iranit, atëherë do kalonte në çështje të sigurisë kombëtare dhe mund ta merrte Spaku dhe nuk e dim kush do na dilte pas sulmeve. Sepse pas çdo sulmi, vetëm gjë që ka ndodhur është bërë një investim 50-60-100 milion euro. Dhe deri më sot nuk kemi një hetim prokurisë shqiptare që ta jap fakte. Fakti vetëm është
një raport tekniko-politik që s'kam parë asnjëherë nga Microsofti, dhe kaq. Pra nuk kemi fakte nga prokuroria shqiptare, nga shërbime shqiptare, që thonë është Irani pas këtyre sulmeve. Le ta nxjerrin. Edhe ne kemi konspiracionistët tonë, Besmir, që këtu ka një komplot për diçka, do vi Amerika, vjen Izraeli, ikën Turqia, vjen Greqia. Domethënë, edhe ne i kemi këto tonët këtu që kanë qefet e veta. Mendon se është bërë bashk Elon Musk me Mark Zuckerberg kundër Edi Ramës, siç thonë disa, që Silicon Valley tashmë është kundër Edi Ramës? Kundër Trumpit? Besoj që unë, si e shoh unë, janë shumë të friksuar nga Rama dhe kanë frikë se mund të marrë kontrollin e kompanive dhe përveç këtyre janë bërë bashkë dhe kinezët e TikTokut dhe disa kompani të tjera që menaxhojnë edhe Google me kërkimet e tij, pra të gjithë bashkë aktualisht me suportin iranianëve, nuk du të harrojmë. Pra të gjithë, edhe Elon Musk, Bill Gates, dhe gjithë janë në ndikimin iranian dhe po ndryshojnë algoritmet që të rrëzojnë Ramën. Kjo që sa po the tani ti, për ata që erdhën në këtë moment, para 5-10 sekondash, duhet sqaruar që e kishe seriozisht apo bëj humor? Se ka shumë njerëz që ta marrin si tani nëse Irani ka arrin të bashkojë gjigantet e teknologjisë, të cilët besoj që pjesa më e madhe e tyre nuk e din ku bie Shqipëria që Edi Rama ekziston si personazh. Pra ju asiguroj dhe nëse e kanë takuar, ju siguroj që e kanë harruar si fytyrë, do merreshin me Ramën. Bes. Po. Gupi ka një pyetje dhe pastaj do të lëre atë sepse të lodha shumë sot. Kur kemi përplasje ose antagonizëm, një nga parimet më të lashta që në librin Arti i luftës i Sun Tzu, i cili ka qenë filozof, ushtarak, strateg general, është që lufta, Art of War, libri Arti i luftës, një nga parimet për t'ia shpjeguar njerëzve. Urdhën nga Kina. Kinez i shekullit 6 deri në shekullit 5, nuk janë gjithë para lindjes së Krishtit dhe ka qenë filozof, strateg, ushtarak general. Familje e mirë kineze. Familje e lartë. Ka diçka. Ai ka bërë një parim shumë interesant, i cili është nga parimet fillestare të librit, ku thotë që lufta fitohet para se të fillojë betejë. Dhe ka fjalën pikërisht për ata që kontrollojnë narrativën, perceptimin ose idenë e përthyrjes së realitetit. Që do thotë hovi që marrin ekipet ose ideja se si do shkojë ngjarja, për shembull Konstantini kur fitoi Konstantinopolën, tha që më doli në ëndër Krishtit dhe më tha do e fitosh luftën me Maksimilianin. Pra vetëm hovi që morën ushtar dhe Maksimiliani tha po, isha edhe unë pjesë kur i doli ky vëgime dhe e pash. Ideja është këtu që pra diku që s'kishte rezultate, zhvendosja nga ideja e konfliktit real te kush e fiton territorin që në këtë rast është mendja e qytetarëve, pra duke delegitimuar narrativen, pra me idenë jo të merremi me Zvërnecin, me Flamingon, me proteste, me numrin e qytetarëve, po ta bëjmë qasjen sikur është çështje algoritmi, pra nuk është kështu siç e thon këta, dhe çfarë bën është një përpjekje për të humbur legitimitetin. A mund të themi Besmir që dhe ndjesi po drejtoj me emër për shkak të afërsisë mendime, që në këtë moment Rama e ka humbur luftën e tij që në momentin që mundohet ta delegitimojë në këto forme narrativën duke e paraqitur sikur është një çështje algoritmi dhe sikur territori, pra që mendja e qytetarëve që po pushtohet, pra nuk është për shkak legitimitetit dhe të kauzave që ka protesta, po është për shkak të ndihmës që jep një program, një software ose një teknologji e caktuar. Pra, rrëzon esencializmin duke u marrë me funksionin. Kjo është ideja. Totalisht dakord me ju. Totalisht dakord me ju. Rama aktualisht Rama po luan në dy rrafshe. Rrafshi i parë është kjo që ju sapo thatë, pra që ta delegjitimoj atë pjesëmarrjen dhe ta shpreh sikur është thjesht algoritëm dhe realiteti nuk është ky. Rrafshi i dytë është presioni që po i bën të tijve, në mënyrë që të rrisin postimet. Po ta shikoni, është bërë qesharake. Poston Rama diçka, jemi 100% të ministrave që tani nuk kanë mundësinë as ta përpunojnë si tekst, por e marrin copy-paste me na 30 sekondash, shikon të njëjtin postim në 50 profile personazhesh me pushtet. Dhe Rama s'ka kuptuar në diçka, se algoritmet kanë ndryshuar me kohën e fundit. Momentin që merret diçka copy-paste dhe shpërndahet në njëjtën kohë, algoritmi e quhen spam. Pra gjithnjë dhe me poshtë do shkojnë. Megjithëse po mendojnë që po ngriten, ndoshta është
ndoshta s'duhet ja u jepja si informacion, por gjithë më poshtë të shkoj. Edhe jap një rast konkret, në Ramën sot, në mëngjes në postimin e Ramës për herë të parë u komentova. Dhe mena diku 10 minutash, komenti im shkoi diku 300 ca like, po thuaj se ishte paralel me like që po merrte kryeministri. Komenti ju më fshi, nuk ishte as gjuftuese, ishte thjesht argumenta të profesionit tim. Jam me emër mbi emër me foto, pra nuk jam një njeri anonim, dhe adminët e fshin. E njëjta gjë ndodhi dhe në komentet e tjerëve. Pra kjo është mënyra censura që Rama po mundohet të përdor për të censuruar çdo qytetar në fjalën e tij. Ministri do në një koment të thjeshtë. Pra e kam të jetuar sot në mëngjes, mua Besmir Semane nuk fshi. Dhe u fshi komenti jot? U fshi status? Komenti im nga faqja e kryeministrit, jo statusi. Koment tek postimi i komentet u fshin. Po me ato janë të thjeshta për të fshirë. Po e thjeshtë është, po mendimin tim s'mund ta nuk jam duke shfaqur. Betejë narrativash është kjo, ja për shembull ç'bëhet tani në protestë. Besi, thirrja tani në protestë është thirrja tani në protestë, pas ka ndodhur tani sapo më doli live. I kanë rënë karremit Ramës, sigurisht, dhe ndoshta dhe janë trembur, se e njohin dhe algoritmin sa do që ka Padrino. Hajde t'ju bëjmë report tani është thirrja faqeve të sulm, pra me llafe tjera që të mbyllen, faqet e socialistëve të Ramës, ministrave... Follow më duket. A bëhet kjo? E bën report, e bën si kur ka gjuftë. Prit, a mund të bëhet kjo? Ka dy mënyra, një bën si fake news dhe është shumë e thjeshtë, sepse një pjesë e informacionit që ministrat qeveritarë shpërndajnë është fake news dhe shumë thjesht e vërtetueshme, pra mund ta bërë si fake news, por duke qenë se janë profilet e verifikuara, sidomos i kryeministrit i cili është dhe profil zyrtar shtetëror, nuk mbyllen. Patjetër që mund të ndikojë. Jo, patjetër që do ndikojë dhe mund të ndikojë ulja e shqiptarisë. Ajo është ajo që thash në fillim, për herë të parë qytetarët morën mundësimin të dalin kundra në kush betejën e tij dhe po mundin aty ku ja ishte më i forti. Besmir. Ishte Rama që i nxi. Besmir. E fundit fare para se ta mbyllim, sepse është çështje kohe. Më thuaj edhe, më shuaj edhe kuriozitetën e fundit. Lajmet e fundit ishin djem duket apo dje që qeveria, kryeministri, Ramsi 4, siç e quaj unë, se është mandati 4, ka tani këtu do më korrigjoni ju, Flokert. Ka emëruar 19 kryeministre, kështu zëvendës ministre, dhe i ka thënë porosi hapur që do të merreni pikërisht me algoritmin? Jo. Ju ka thënë që duhet të merr. Unë lajmin që kam lexuar unë është që lajmi zyrtar është që ka emëruar këta dhe i ka, si më thon, i kanë nxjerrë në terren për të dëgjuar hallet e Miletit. Edhe? Ka që t'ja qajmë hallin të mos dalin protest. A nuk ka lidhje me këto që duhet postojnë dhe ato tjera? Ato e kanë... Ajo e kanë detyrë. Po në momentin që je... Ato e kanë detyrë. Historia që pse shpërndan. Në momentin që unë zgjedh, t'i ve ftyrën në këtë emision, unë nuk kam turp t'a shpërndaj videon pas tajmër. Jo, qartë. Se po kam turp me shpërnda, unë s'du t'vi mot e ti. Dhe ata shkojnë e bën ministra, po ju do shpërndajnë, mos është ekip shpënduri. Jo, kuptova. Besmir? Jo, këto ishin ministrat që do gjumë me populli. Atëre, pyetja ime është kjo, për ta mbyllur. Si po e menaxhon algoritmin Ramsi 4? Pra së thuash, sa mundësi teknike, me gjithë instrumentat që ai ka në dorë, që ta përmbysi algoritmin pra. Le ta themi shkurt që të fitoj algoritmi i tij dhe jo algoritmi i protestës. Algoritmi nuk e përmbys dot, por nuk do të harrojmë diçka. Në daljen e të parë për protestat, Rama i kërcënoi qytetarë. Na kërcënoi gjithëve. Çfarë do të thonë që mos harroni, na kërcënoi. Mos harroni që kemi një ndër njësitë më të mira të kibernetik në rajon dhe ne dim çfarë bëni, si bëni. Pra ky ishte kërcënim. Por dhe ky kërcënim u të i kalua, po ta shoh qytetarët nuk kanë më frikë. Të gjithë po postojnë dhe po japin mendimin e tyre. Tani unë po them, këto janë deklarata që ka bërë Ramsi, unë po them pa fol Ramsi fare më valla. Duke qenë kryeminist. Nuk e thyen dot. Po pse se thyen dot? Nuk e thyen dot sepse numri i personave të cilët janë në shesh, si në Shqipëri, si në diasporë, sa do ta ndryshojë në Shqipëri, nuk do ndikojë dot algoritmi im i cili
jetojnë në Vjenë dhe të gjithë aty në shokëve dhe miqve që jetojnë këtu në Francë, në Gjermani. Mos harroni që diaspora aktualisht është më e madhe se sa popullsia e diasporës është më e lartë se sa popullsia e shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri. Pra Rama ta harrojmë këtë pjesë, të gjajnë një fushë betejë tjetër, fushë betejë kryesore e humbi, dhe si që mundëm të pjesa e digitale algoritmit, ju asiguroj që shumë shpejt do mundet dhe në shesh. Ja të shofim. Besmit, falenderoj jashmase për këtë zbardhje dhe dekretim që në ke bërë, gjiksa e fabulës e luftës digitale. Ishte kënaqësi shumë e madhe, ishte nder për ne që të kishim në studio. Na shpjegoj edhe një që vetëm 15 sekonda. Jo, po 15 sekonda, s'ka mundësi. O Besmira, mund të të kemi prezent për shumë në 3-4 emisionet e tjera që do vinë? është për jetë vdekje? Jo më jo, thjesht atë të antisemitizmit të ishte kaq e rëndësishme, pse duan ta përdorin kaq shumë. Se ka marrë shumë... Sepse duan ta lidhin me Iranin. Se duan të gjejnë armikun iranian. Një armik iranian në gjithë me ne, Homeland Justice, grupet e Telegramit, që sot e kësaj dite nuk po raportohen të mbyllur nga qeveria, interesant të ketë hapur. Dhe mos harroni, sa herë kemi pas skandale në Shqipëri është hakeruar një institucion. U hakeru parlamenti kur u kërkua arrestimi i Ballukut, u hakerua bashkia në momentin që kërkua arrestimi i Veliaj. Ai ministri iranian reagoja ma, pse duhet t'i themi gjithat vërtetat. Ishte zëdhënës i Ministrisë Jashtë. Zëdhënës i Ministrisë Jashtë reagoja ma. Pra dhe ata iranianët çuditërisht nuk e di, ose janë me Ramën dhe ata dhe reagojnë që t'i japi një dorë. Reagoj pas akuzës dhe pas pyetjes që u bë. Ka pa reaguna ma. Pra antisemitizmi thot ai lëviz algoritmi thua bes. Patjetër që e lëviz algoritmin. Ne e dim shumë mirë sepse kemi parë në shtete tjera. Pas të ikësh bes, një buzëqeshje na duhet, miku im i vjetër Gens Bektashi, i cili shquhet për cinizmin e tij brillant, Marsid, Lere të Ulrani. Na ka dërguar dy mesazhe gjatë emisionit, që unë s'rritu pa e lexuar, se ai ka perle her pas here. Sigurisht janë për një publik të zgjedhur, Ministri i cinizmit është. Ministri i cinizmit. Edhe ministri i cinizmit. Edhe ministri, bukur jam ministri i cinizmit. Rasti i parë që po flisim për neomarsoren e thot Çan, asaj i ka ngelur hatri thot për neomarsoren, se nuk e çoi Rama thot Ivankën te Bujtina. Dhe e dyta për rastin e tani po flasim për algoritmin me Besmirin. Është i madh Gensku, po tash është gjigant. Dhe e dyta thot çudia më e madhe thot është që Zvërneci ka kaluar në këtë moment i po flasim Pornhub thuhet. Pornhub në Shqipëri. Dhe unë çdo me thonë se unë s'di anglisht. Thot klikimet për Zvërnecin kanë kaluar dhe ato të faqeve porno. Ja pra 500.000 për Shmunduri. Sebi ka dilemë për këtë dytën. Bes, me siguri do kemë nevojë për ty dhe këto 4 emisione që kemi në qershor. Faleminderit nga ne ju. Të falenderoj shumë, u kënaqem sot, gjithë të mirat, vetëm në kontakt. Ledio, unë them të bëjmë një xhiro dhe në Doreland, të shohim sepse janë ditë e fundit të uljeve të mëdha tani, se është muaj që duhet goditur fort tani të momentu dhe shkuar të godasim Dorelanin miq, t'i blejmë gjithë shka, se janë super ulje, shikoni. Dorelani është një super brand italian, ndërkombëtar ndërkohë, me 2000 dyqane në gjithë botën, me mbi 55 vjetë përvoj, dhe në këto moment ka gjithë shka që ka të bëjë me gjumin, por sigurisht kryesori aty janë dyshekët, se është ajo orgjia që është më e rëndësishme kur bëhet fjalë për gjumin. Mos bëni kompromis me gjumin. Shkoni dhe ndryshoni cilësinë e jetës tuaj. Në qoftë se keni dhimbje shpine, qafe kurizit, do jaroni me njerë. Deri tani po vuani shumë se keni dyshekun e gabuar. Shkoni Dorelani, ka lloj dyshekjesh për të gjithë kategoritë e njerëzve, për sportistët, për invalidët, për gjithçka. I keni atje në faqe, mund të futeni në Dorelan dhe të shikoni. Përfitoni nga çmime 30, 40, 50% e produktet kryesore, ku përfshihen dhe dyshekët. 10 vjet garanci ta jep në shtëpi, e merr bile, e merr në shtëpi, e provon një muaj, po s'pëlqeu e kthe mbrapsh, e pa parë pa dëgjuar. Dorelanin e gjeni ose te -1 te Tegu, ose te qendra tregtare Prestige Home në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 12, ose përballë kompleksit Deli Orgji të rrugë Kavajës. Dorelan, dormire bene, vivere meglio, të flesh mirë, do thot të jetosh më mirë. Bravo Dorelan, super Dorelan, Epic, Regeneration, Nube, Creed, Grace, Origin, Stylus. Stylus. Ledio, unë them,
Vetëm në shën e fundit, se jam shumë i qef sot, i qef të parë, mos pyes të pse Lediot do e marrë vesh shumë shpejt. Kam një... Me erdi një zog Lediot të hereditarja dhe se ke iden, kisha koqe e prisja. Me erdi më në fund. Qa kënaqësi. Nuk e them tot, do e mbaj për vete këti gjë. Shumë mund të marri me mënd, po do e mbaj për vete. E prisja këtë zog. Do të ngri buzëqeshin buzë, Rençan. Kush? Ka pasën Sali Berisha dikur, do të ngri buzëqeshin buzë. Vërtet? Po, ka pas bukur shumë. I thot Taulant Ballës, do të ngri Po e buzëqeshin mbaj më dhe të, brillante ajo. bukur shumë. Qa perle. Këte e thesi kur të thoshja unë. Jo, e thash unë do të ta ngri ty buzëqeshin buzë. pse? S'do të lot gëzohesh. Pse? Po, ashtu e ka... Je i sigur? Po, do përpishem. Zërbe. Më do bëj çmos që të mos gëzohesh deri në fund. Prandaj na duhet. Po mirë mo. Perle. Mesazhe? Prandaj më duhet Flogerti, vlla. Se ndryshe s'do kishe kënaqësi, vlla. Më duhet një mur të përplasëm, patjetër. Duhet muri. Muri, më duhet muri të përplasëm. Se Sebi dhe Marsidi janë më të butë. Më duhet ky Flogerti. Janë si neutral, kështu, nuk janë. Neutral,